po shkojnë drejt përmbylljes punimet për ndërtimin e rrugës panoramike Shirok-Zogaj, një investim strategjik që krijon një lidhje të re rrugore mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Ky aks është pjesë e mozaikut të investimeve infrastrukturore përgjatë bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës dhe e forcon rolin e qytetit si një qendër e rëndësishme rajonale. Mirë fort. U lumshin dur. Çdo gjë që i bëhet nina duket keq, po më mirë bëhet. Dedesh me bashkëqyrjen kanë nisë mirë, shumë kanë nisë. Gjysë më tepër ashtu këtë asfalt këtë, i kanë vuta për duhet anës tana. Dedesh janë të mirë, e kanë shtuar me zhavare me tana, janë të njesh me bashkëqyrjen. Bukur ball ka me dal. Projekti synon përmirësimin e standardeve të qarkullimit, rritjen e sigurisë rrugore dhe krijimin e një aksesi më të lehtë për banorët dhe vizitorët. Përveç segmentit kryesor, projekti përfshin edhe ndërtimin e bypassit në qendër të fshatit Zogaj, duke krijuar dy nyje të rëndësishme që lehtësojnë ndjeshëm qarkullimin. Këto ndërhyrje e kthejnë zonën në një korridor me rëndësi turistike dhe ekonomike, me ndikim që shtrihet përtej kufive lokal. Aksi Shirok-Zogaj ka regjistruar vitet e fundit rritje të ndjeshme të fluksit të mjeteve, veçanërisht gjatë sezonit veror, si pasojë e shtimit të turistëve vendas dhe të huaj.